Qoni rinia, qoni se edhe urakani, ndryshimi po vjen.
Shpresa nuk humbet asnjëherë. Çoni deri në vëllëherë. Tam poshtin këtë killer i pa imagjinueshëm. Nashën. Më i rrezik një tono kohë që ka pasur historia e Shqipërisë. Çoni dema. Erdi uragani! Erdi! Përshëndetje të gjithëve. Marini nuk ka Shqipëri. Marini nuk ka Shqipëri. Marini nuk ka Shqipëri. Marini nuk ka Shqipëri. Është shumë frymëzuese që të shohësh për 82 ditë me radhë me mira shqiptar të cilët protestojnë pa u ndalur për një qëllim. Ai qëllim i pari dhe kryesori është dorësha e qeverisë dhe kreu të saj Edi Ramës. Për 82 ditë me radhë janë artikuluar me 10 kërkesa, me 10 probleme me të cilat hasemi çdo ditë, por kërkesa kryesore nga e cila ne nuk lëvizim për asgjë, siç e thash, është dorësha e qeverisë. Pa dyshim që ne kërkojmë anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura, pa dyshim që neve kërkojmë shfuqizimin e paketës së maleve, ligjit për investitorët strategjik, kërkojmë ndryshime kushtetuese e sidomos shkërjen e ndryshimeve kushtetuese në 2008, të cilat ju kanë mundësuar partive të mëdha
të kapin sistemin elektoral. Po pavarësisht të gjitha kërkesave dytësore, pa arritur kërkesën kryesore që është dorësha e Ramës, ne nuk negociojmë për asnjë pikë tjetër. Fillimi i realizimit të çdo kërkese që kemi është dorësha e Tiranës. Çdo kërkesë do arrijë të plotësohet në momentin që jep dorëshën e Tirana për t'i hapur rrugën një qeverie transitore me mandat 12 mujor, e cila do bëj të mundur ndryshimet ligjore e kushtetuese. Edhe sot, si çdo ditë tjetër, kushdo që ka një mendim për të shprehur, një kërkesë për të artikuluar, është i lutur të afrohet edhe të respektoj radhën edhe gjithashtu folësit para dhe pas. Mos harroni që nga ky shesh mund na largoj vetëm dorësha e Tiranës. Dorëshe! 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 Nderuar bashkëqytetar, unë jam një emigrant. Ju keni 82 ditë në protest dhe gëzoni respektin dhe dashurinë e gjithë emigrantëve. Protesta juaj de jure e ka bërë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. De facto jemi shumë larg Bashkimit Evropian. Goja e shturur e këtij kryeministri ka vjedhur verë ndaj kësaj proteste të qytetëruar. Por ju jeni qytetar fisnikër. Fisnikëria dhe kutimi juaj vran frikën e shqiptarëve. Ju sfiduat verën e ndet dhe çdo natë kërkoni tërheqjen e kësaj qeverie të korruptuar. Krijimin e një qeverie një vjeçare që do të përgatisë vendin për zgjedhje të reja demokratike, ku deputetët dalin nga vota e popullit dhe jo nga lista e bajraktarëve të partive politike. Protesta e qytetarëve ka një betejë të madhe dhe të vështirë. Rrëzimin e dinastisë 35 vjetare të Sali Berishicit dhe Edvin Kristaqis Ramovic. Kjo protest lindi nga vullneti i lirë i qytetarëve për të rrëzuar një band hajdutësh qeveritarës të majtë dhe të gjastë që e vodhën dhe e dhanë këtë popull për 35 vjetë. Dinastia e Berishës i përket të shkollës dhe drejtësisë. Dinastia e Ramovicit është më sofistikuar dhe më të nxarë. Është dinastia e 84 mandateve dhe patronatistëve, të këtyre kufomave pashtrillkurizore, të këtyre zoranikëve që ushqen nga kushtyma e Ramovicit dhe parat e korrupsionit dhe të oligarkëve. Kjo protest e qytetarëve është në zjarrin e rënd të artillerisë, të propagandës qeveritare të Ramovicit dhe të mediave të shitura. Çdo ditë në ekranet e tyre televizive, gazetarë dhe sahanëpirës që të ftojnë flasin për përçarje dhe shurje të protestës. Nuk përçahet dhe nuk shuhet protesta. Në
bëhet krizma e dhimbjes e një babaj që ka humbur fëmijën e vetme në spitalin shtetëror për një shërum. Dhe Ramovici për 13 leh o shëndetësi fanës. Në bulevard të gjohën thirrjet e banorët të Rolit dhe të Zonetit, kur të hiqen zvarr nga bandit të një policie private dhe ju rumbehet toka nga oligarkët e babzitur me bekimin e qeverisë të Ramovicit. Në këtë protestë dëgjohet mbledhje i qytetarëve që srodhaten prej vite certifikata për drejtësi. Në këtë protestë vjen dëshpërimi i qytetarëve që punojnë një jetë të tërë dhe nuk bëjnë një banesë se çmimet janë shumë të larta. Në protestë vjen fuqishëm zëri i banorëve që ju merret burimi i ujë të pishëm dhe po t'ju dhanë oligarkët. Në këtë protestë dëgjohet ulërima e bujkut shqiptar se prodhimet e tyre merren në kohë. Në protestë vjen fuqishëm zëri i mira emigrantëve që presin një ditë të kthehen, por ngurojnë kursimet e këtyre shqiptarëve, humbasin vlerën. Moneda evropiane që nga viti 2013, kur erdhi në pushtet rilindja e Ramovicit, është zvlerësuar 34%. Dhe këtë mashtrues kryeministër dhe banda e tij qeveritare dhe deputetët e tij UFO po e shesin si rritje të madhe ekonomike dhe prandaj leku na është forcuar. Por nuk na shpjegojnë se çmimet rriten për ditë. Ne nuk jemi budallëj, siç mendojnë këta dritë të rilindjes. Modeli ekonomik i qeverisë të këtij piktori të dështuar ka në themelet e veta pashtrimin e parave të pista 35 vjeçare të dhënë nga korupcioni dhe grabitja e pasurisë kombëtare. Pastrimi i parave të grupeve kriminale të lidhura me politikën majtas dhe djathtas. Pastrimi i parave të bandave të huaja që Ramovici na i sjell si investitor strategjik. Ky është modeli i ekonomik i Ramovicit, që hesin mediat e brera. Protesta juaj dhe shirat e shatorit do ta marrin me vete qeverinë e Ramovicit dhe do ta hedhin në tet. Ato nazistët e Ramovicit dhe goja tyre e thurur që prej 80 ditësh vjellin vlerë dhe na thonë se jemi të paguar. Unë janë në protest po të ardhën dhe fëmijëve të mi. Atë dheu i tyre nuk e Zvicra, nuk e Greqia. Atë dheu i tyre e Shqipëria. Qyteti i tyre i lindjes është Tirana. E ardhja është e gjeneratës së re. Ne baballat kemi një detyrim të mbështesim këtë protest historike nga ku do të marrë jetë Shqipëria e re, dinastia 35 vjeçare e Berishit dhe Ramovicit, i përket të shkollës dhe drejtësisë. Ju faleminderit që më dëgjuat.